Zoti Merkoçi, si e komentoni mungesën e kryeministit Edi Rama në konferencën e sigurisë në Myni, teksa mos prezencën e tij e kishte plotësuar me Taulan Ballën atje, i cili nxori edhe një foto me Richard Grenell? Mungesa, që është në konferencën e parë, nëse ju kujtohet që u mbajt në Myni, e njëta konferencë u mbajt në Myni, sa po Trumpi kishte ardhur në pushtet, Rama u spostua nga ajo konferencë, nuk pati asnjë lloj takimi dhe asnjë lloj vëmendje Kashi Ramës, përkundrazi tash u spostua totalisht nga ajo, madje edhe foto nuk u pranua që të bëhesh me Ramën. E njëjta situatë është edhe tashmë. Unë ju kam thënë që e kemi diskutuar bashkë që Rama është i vdekur politikisht në arenën ndërkombëtare. Pavarësisht nga deklaratat që ai bën, pavarësisht nga show që ai bën, pavarësisht nga ato çfarë mundohet të paraqisin para popullit shqiptar apo para shqiptarëve, sikur ky është ai pjesa më e madhe, prandaj bëri dhe vizitën qoftë në Vatikan apo në Izrael për të treguar që ky ka një mbështetje të madhe, një kërkesë të madhe. Përkundrazi, Rama është i vdekur nga dhjetori i 2025-s. Rama i ka të mbyllur letrat për sa i përket situatës të politike dhe diplomatike në arenën europiane, por në Amerikë i ka të mbyllura shumë më përpara. Këto lloj takimesh Rama nuk mund bëj më asnjë takim ndërkombëtar, nuk është më përfaqësues apo i mirëpritur në tryezat ndërkombëtare për të qenë i pranishëm. Kjo të ndodhi dhe në atë që do bëhet bordi paqes, kur Rama nuk do të jetë përsëri i pranishëm, nuk di çfarë justifikimi do gjej në këtë rast, sepse ka deklaruar me të madhe në kuvend që do të jem në Amerikë. Madje ka shkuar shumë më tej, duke thënë se do të jem në shtëpinë e bardhë dhe harron se aty është Suzy e cila nuk e lejon jo vetëm Ramën, por shumë të tjerë si Rama, të politikës, të cilët i kanë shërbyer Sorosit apo vazhdojnë të jenë pjesë e Sorosit, ku Trump e ka shpallur organizatë terroriste. Do shihni që në takimin e bordit paqes do të jetë presidenti Begaj, dhe kjo u vure në ardhjen e zotit Mark këtu në Shqipëri, kur takoi Spakun, ministrin e drejtësisë, ministrin e brendshëm, dhe bëri dhe një takim me presidentin. Me presidentin bëri takim për një arsye të thjeshtë, sepse presidenti në ligjin që Rama bëri për të marrë atë mandatin e famshëm për përfaqësimin e bordit paqes, pati dhe një autorizim nga presidenti Bega. Kjo tregon se edhe ftesa kur ka ardhur për bordin e paqes nuk ka ardhur në emër të Ramës, atë që unë pata thënë që nuk ka asnjë ftesë Rama në emrin e tij nominal, qoftë edhe si kryeminist i Shqipërisë, ka pasur vetëm presidenti si përfaqësuesi i unitetit të popullit, si përfaqësuesi i popullit, ka qenë i thirrur presidenti. Dhe loja që Rama bëri, qoftë me autorizimin që i dha Beka, qoftë edhe me atë ligjin që e kaluan në parlament në mënyrë unanime me 110 vota, ai sa veta ishin në sallë, dhe tu kam thënë është turpi i opozitës, i cili ngre kartonin për një ligj me emrin e Ramës, në të njëjtën kohë që Shane bën protesta e tjera, pastaj shkon edhe voton Ramën për të qenë përfaqësuesi i Shqipërisë. Dhe them që ardhja e tij dhe takimi me Bega ishte pikërisht që Rama mos ta bëj, domethënë, themi gafën për të tentuar për të vajtur, sepse edhe për të tentuar të vajtur ata kanë mbyll derën që është në aeroport, kështu që nuk është ne problemi i madh. Pra, i mbetem gjithmonë asaj besnik, asaj që unë kam deklaruar, u bë kohë që deklaroj që them Rama është i vdekur politikisht dhe diplomatikisht. Duke mbetur te mos prezenca në konferencën e sigurisë në Myni, a është ky një sinjal tjetër mjaft i fortë i faktorit ndërkombëtar kundrejt Edi Ramës për të mbajtur distancë me të, duke qenë se edhe Brukseli disa ditë më parë ja bëri të qartë që do duhet ta lëshojë Belinda Ballukun.
Dhe duke mbetur te kjo logjik, apo shkon Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vetë Bashkimi Evropian në një pikë sa i përket qasjes që mund të kenë kundrejt qeverisë së kryeministit Edi Rama? Bashkimi Evropian është pak i vonuar në vendimet e tij për sa i përket qeverisë Rama apo vetë Ramës, më mirë themi. Hapi parë apo goditja e parë themi e Ramës ishte kur Komisioni Evropian i Energjisë solli atë lloj raporti, domethënë ku godiste direkt qeverinë, edhe këtu i përfshihesh Rama dhe Balluku. Për energjinë janë të dy, edhe Rama dhe Balluku. Dhe ai raporti i sjell në dhjetor të 2025 tregoi hapur që tashmë edhe Bashkimi Evropian nuk mund ta mbronte më Ramën. Nuk e kishte më atë njeriu i cili mirëpritej apo bënte edhe komanda, dirigjonte Bashkimin Evropian, dhe të gjithë takimet i kishte me Macronin apo me pjesën e cila i përkiste të së majtës europiane, apo Van der Linde, apo të gjithë këto që janë pjesë e së majtës apo pjesë e Sorosit, të financuar nga Sorosi. Ju kam thënë që Bashkimi Evropian është i vonuar, edhe këto grup kapitu që Rama ka trumbetuar me të madhe, që ka thënë që do hapim, kemi hapur grup kapitu, kam thënë që Bashkimi Evropian është një kooperativ, të cilët do të futesh apo nuk do të futesh. Dhe sinjalet që ka dhënë Amerika përsa i përket Ramës vetë si person, jo më qeverisë, por Ramës vetë si person, ishte qoftë ai raport i FMN-s i erdhi po në dhjetor të 25-s, apo dhe vetë shkresa zyrtare, themi, e Kushnerit që kërkonte pezullimin e investimeve në Sazan apo në jug të Shqipërisë për një vit. Ky ishte një sinjal shumë i fortë për të treguar që marrëdhëniet me Ramën janë drejt shuarjes. Dhe kjo u tregua në të gjithë aspektet dhe tashmë duke pas parasysh edhe atë për 28 nëndorin që sollin në Shqipëri që detu popullit shqiptar dhe nuk i drejtohesh kryeministit apo presidentit, ishte një shkëputje ndaj politikës shqiptare. Dhe këtë tashmë edhe Europa u detyrua, sidomos pas vendimit të Trump që të jepet një raport për 90 ditësh për Ballkanin, totalisht për Ballkanin, i ka fut në një siklet, domethënë themi, apo i ka sjell mend Europës për të thënë që ne nuk mund digjemi tashmë për të mbrojtur një kryeminist të tillë, i cili është me plot gojë, mund të themi, është në gradë në Amerikë. Kështu që edhe Bashkimi Evropian tashmë i bashkohet politikës amerikane apo politikës së Trumpit me ato lloj deklaratash dhe qëndrime që ka marrë. Një nga arsyet që Rama nuk ishte këtu, sepse Rama nuk ka pas ftesë nominale për të qenë pjesë në këtë samitin e Gjermanisë, kështu që dërgoi dikë tjetër vetëm për të mbuluar, domethënë atë pjesën e tij, por e gjithë situata ndodhet tek reforma në drejtësi apo tek drejtësia e pavarur. Dhe e gjithë thelbi është tek drejtësia e pavarur. Pra, Rama po luan të gjithë kartat me drejtësinë tashmë, ajo që unë kam thënë që Rama do përdori parlamentin si mur, barikat, mbrojtëse, kashi spaku. Në atë kohë ku unë e deklaroja me të madhe, shumë kush edhe nuk e besonte apo e quajte retorik bisede, në të njëjtën kohë që u vërtetua që vërtet që Rama kërkon që parlamenti ta kthejë në një barierë mbrojtëse për veten e tij, kashi spakut. Nuk duhet harrojmë në asnjë moment që nuk është çështja e Belinda Ballukut si individ. E kam thënë edhe prapë ngul këmbë dhe them që Rama nuk e ka hallin tek Belinda Balluku si individ se do e heqë apo s'do e heqë, Rama e ka hallin gjithmonë tek vetja vet, e para do të bëj precedentin, dhe e dyta ka konflikte mjaft të hapura me ata që mbrojnë Belinda Ballukun. Pastaj nëse Rama do ta shkarkonte pa një vendim gjykate.
Gjëja e parë që i pengon është se Rama ka prekur sigurinë e Amerikës. Jo vetëm me çështjen me Gonigal, unë e kam deklaruar dhe bashkë e kemi diskutuar muaj më parë, kur kam thënë që Rama është i lidhur me agjenturën kineze dhe nëse sot ka një agjenturë kineze në Amerikë nëpërmjet një kompanie të ngritur Francë, është Rama ideatori dhe ai personi i cili e ka bërë. Pra Rama ka qoftë edhe me grupin Sinaloa, pra droga 1, siguria e Amerikës 2, prekja e sigurisë kombëtare të Shqipërisë. Mos harrojmë se Shqipëria është vend që Amerika e futi në NATO për politikën strategjike të saj. Jo se Shqipëria i takon të ishte pjesë e NATO-s, apo i takon edhe sot që të jetë pjesë e NATO-s, por për politika strategjike Amerika vendosi që Shqipëria të jetë pjesë e NATO-s, duke shfrytzuar dhe luftën që do bësh në Kosovë. Kështu që duhet të jemi pak më me këmbë tokë, them unë, që edhe kur deklarojmë disa qoftë ta politikanë që deklarojnë dhe mburre me të madhe që ne futëm Shqipërinë në NATO, dhe e thash, nuk është e vërtetë. Vërteta qëndron komplet ndryshe. Ishte dëshira e Amerikës apo vullneti i Amerikës që Shqipëria të ishte pjesë e NATO-s. Kështu që Rama vetë si person ka këto gjunahe pa llogaritur raportet e viteve të fundit, 3 viteve të fundit, ku Shqipëria është cilësuar si vendi i drogës, i pikës grumullimit dhe transportimit nëpër Europë të drogës, pastrimit parave dhe krimit të organizuar. Unë jo më kot kam thënë që Rama ka ndërtuar mafian shtet. Dhe Rama vërtet ka ndërtuar mafian shtet dhe këtë po e vërteton dita ditës me qëndrimet që ai po mban.